pas farsës elektorale më të turpshme, pas rënjes perdes hekurt në Europën ish komuniste. Kjo seancë mblidhet pasi Partia e Krimit me në krye Edi Rama zhvilloi farsën zgjedhore më kriminale që ka njohur ndonjëherë historia e vendit. Kjo seancë mblidhet pasi në shkelje të gjitha ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare Edi Rama përdori 76 milion euro për dhurat për vot për 48% të pensionistëve, të votuesve. Pasi fali 200 milion euro gjoba dhe kamata për të marrë vota. Pasi mobilizoi kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë, deputetët e këtyre karteleve zëvendësojnë ju në këtë parlament, jo se ju nuk ishit bekatar, por vetëm njeri për i tyre, Arkendi, që mori 2000, ja ku e kam të mduket, apo jo, që mori 2500 vota në 2021, mori këtë vit nga troplinët 5000 vota më shumë se Edi Rama. Ju mlidhi këtu pasi klanet e vrasve, drogës, kartelet e drogës, sjellin në këtë parlament 28 deputet në listat mbyllura dhe të hapura. Ju mlidhi sot këtu, pasi për të blerë votat me drogë, kreu juaj firmosi mbjelljen e 28.000 hektarëve kanabis në mbar vendin. Ju mblidhi sot këtu në një kohë kur votën e parë të diasporës shqiptare e manipuluat në mënyrën më të egër, kur 1.6 milion shqiptarve ju shkelmuat votën, po botë e krimit s'mund t'ishit ndryshe ju. Përfaqësues të klaneve më të egra të drogës dhe vrasve s'mund t'ishit ndryshe, këta mund t'ishit. Po, shumë herë më ndershme do ishte që këtu në parlament të ulej Xhevdet Troplini, Altin Hajri, Elvis Doçi, Suel Çela, Bari Bajri, Plum Gjoka, Arben Qimja, Renato Salini, Orik Shyti dhe të tjerë të cilët u përdorin ju si leska politike në funksion të prenorive të tyre të krimit. Koha mbaroi. Cila kohë? Koha juaj ka mbaruar, ka perënduar.
Folës pro. Niko Peleshi. Zoti Peleshi, vjoni. Jemi si grup parlamentar natyrisht dakord që të rifillojmë punën mbas një fushate të suksesshme për të gjithë, mbi të gjitha për vendin, për shqiptarët. Ose së përqeshur jemi në parlament, nuk jemi në cirk. Nuk jemi në cirk. Kështu që natyrisht që ne kemi plot arsye që të kërkojmë edhe diskutime jashtë rendit ditës, sepse kemi shumë arsye, shumë falenderime për gjithë shqiptarët, por nuk është ky momenti. Kjo është seanca e parë, do të kemi disa seanca intensive deri në fillim të korrikut, ku nuk mund të marrim dot më pastaj vendime për të miratuar projekt ligje. Kështu që të nderuar kolegë deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, po doni edhe të grupeve tjera, të punojmë me intensitet që rreth 25-30 akte të depozituara ti miratojmë në këto 5-6 seanca që kemi në vijim, kështu që jemi plotësisht dakord me këtë renditet vazhdojmë punën duke filluar nga e njëjta tjetër me miratimin e projektakteve. Shumë faleminderit. Kalojmë procesin e votimit. Votimi do të jetë i hapur me kartona. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet programi dhe kalendari punimeve të kuvendit për periudhën 29 maj 18 qershor 2025. Do njoftoheni nga sekretaria. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër protokolli 1681 datë 29/5/2025 sekretarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për ndryshimin e rendit të ditës të seancës së sotme plenare datë 29/5/2025 kur kërkohet ndryshohet rendi ditës dhe të përfshihet si pikë e tretë e tij diskutimi jashtë rendit të ditës. Në bazë të nenit 49.3 rregullores, propozuesi diskuton për jo më shumë se 3 minuta dhe ka drejt diskutojë një folës pro dhe një kundër për jo më shumë se 2 minuta secili. Kush e do fjalën? Propozimi? Kush do e bëj propozimin për ndryshimin e rendit? Tre minuta. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ai që shihni aty, ai ndroi mbiemrin, ai tani quhet Blendi Xhabafti. Ju tërheq vëmendjen, do t'ju heq drejt në fjalës. Mos i drejtoni me gisht antarëve të Këshillit Ministrave. Një bandit më i keq. Edhe njerë, ju tërheq vëmendjen, ju jap drejtje. Roberti dhe Alfredi Xhabafti. Ja, ky është. Mos ju drejtoni me gisht, me fjalë të padenja antarëve të Këshillit Ministrave. Kaq. Mbyllë. Edhe ti, ai është një lloj me ty, sepse edhe ti erdhe si spiropalje përfundove. Ulu në vend të heq drejt në fjalës, të heq të drejt në fjalës, vazhdo. Ta dash të drejt në fjalës, ta heq të drejt në fjalës. Ti nuk mund të vish këtu pas humbjes tënde dëshpëruese dhe turpruese dhe të tentosh të prishësh kuvendin e Shqipërisë. Ta dash fjalën sipas rregullores. Ta dash fjalën në mirëbesim që do ta marrësh fjalën për të folur për ndryshimin e rendit ditës. Ky është rendi ditës, keni bërë një kërkesë, nuk dilni të flini për kërkesën tuaj. Kaq. Jo, nuk mund të flasësh, e mbylle për sot, siç e ke mbyllur për gjithmonë dhe me turp. Tani vijoj me votimin. Hedhim votim të hapur me kartona propozimin për ndryshim të rendit ditës. Kush është pro? Kundër? Abstenim, kërkesa nuk miratohet, këtu mbyllet seanca plenare. Faleminderit, seanca e radhës do t'ju njoftohet.